Tarabu ka bën dhe DJ Star, pra, falenderit shumë pra restoranti Gold që im duke realizuar emisionin me Musafir të Havas. Mi mrama mi se në edhët në emisionin e Havas. Mrama një, përshëndetje për ju, mirë se u gjeti me këtë emision e show. Shkojnë në përdarsma. Po, shkojnë në përdarsma. E kemi, thëmë kështu, reportarën e kemi të klasifikuar, thëmë kështu, e kemi dalë. Se qëka të shkon për darsma, qëka të shkon për klabe. Dhe thëtë nuk e kemi asë një repertuar, dhe thëtë që e përdorim të njëjtin repertuar edhe në darsëm edhe në klab. Gjithë qëka dhe thëtë e kemi në damës. Dhe thëtë repertuar jonë dhe thëtë është në dy pjesë. Një është për darsëm, një është për klabe. Nuk shkon dhe thëtë e njëta që shkon klab me shkon në darsëm. Mendoni mu zhënu kështu, apo do t'jemi aty në tre? Në planifikum? Në do t'jallu pak edhe Energ? Ma zhënu jo, na tre, ma shumë së ramish. Kem pasë plan më bërë 3 tradukista në DJ, për nuk e kem pa të arsyeshme që të zhënu me asë shumë, që kem qenë mjaftueshëm 2 tradukista në DJ që kem kryu punë mirë apo vazhdo të kryu punë mirë. Energ, është shtirë mira? Shtirë, së është dhe shumë. Dhe ku e kemi su? Une pej vëzhlimit, pej 4 vjetë të vëllon, për nuk pas 4 vjetë. Katër vjetë për në pasë, ndarësën të një që për në martu. Unë e marrë kjesë, për në marrë. Vine edhe në Facebook e kom postu një foto. Mi ka zëmë që jam i maqë më vëtë, se me sonë. Vreshe një ma një? Unë e marrë vreshe, po. Tha marrë Arditi ka qenë të një grupë që e kem kryu aty në Valin të Deja spontanisht. Ka qenë një antar tjetër, që ose nuk është me një, është dhe një grup tjetër muzikor. Ajde të me dalë një titë dhe në avidon në mësie që me qenë e njëri me ne. Pasi të thëtë djetë që angazhimit që vjerës janë të shumëta, të në të mbaja, në për tasma, në ndryshme, për formimin që vonë. E ke bota arsyeshme që ne do të me qenë pjesë e jonë. Nuk e preferojmë që zakonisht në ndruan të arë shpesh, se nuk është të diçka e mirë. Ndrimi antarëve, ardhja tjera, nuk është, në fakt nuk është grupa thjesht si një lejtar futbollit, ta që ishtu si koha janarit ose koha Covid, transfere të reja të vi. Duhet të jemi bashkuim edhe të vazhdojmë punë në tutje që ta në të arrijmë një sukses të bashku. Suksesi për më thonë që dedikohet që të treja, jo vetëm një personit ose 2 persona. Ku jeni ma aktiv? Jeni në një vend që jeni ma shpesh aktiv? Ma shpesh aktiv në një qutë Preshenë që jeni aktiv, është një vend Zullpap, do vende tjera ku ne jemi aktiv. Vëtë fundit të jemi aktiv në për si është Gjiljanit, kemi përpërnu në ushtëri do vende tjera. Tash po mendojnë të që ty më vende në për pjesë tjera të Kosovës. Por të tash jemi grupi i ri, kemi editu një klip shumë frejt. Dhe mendojmë në 2 klipe që i kemi tashmë që jemi duke i realizu. Alpresh, cili ka ma vështirë për grupit? Cili është? është vështirë? Mira? Ajo? Po, në konë drejtën nuk është vështirë mira, po kretë barra e rënë në veshë. Se kretë këtë që kanë... Nëse ja dala shita, Alpresh ja dala shita. Ndodh, nuk shpequa ato që jam disponib, po qëka që bojmë me pasione me plot dëshirë. Këtë muzikë që kur e kemi formu grupin dhe të thotë si invetu që pa më parasysh që ose 10 vite ose më shumë karrierë bojë prapë se prapë që ta njëtë kemi qenë. Jo më ndryshu të thotë që për shembull tashmë çdo famë ka suksesin e vet ose tjera çdo artist suksesin e vet. Më vonë edhe mos tani një person tjetër ose mos të bëj me hilën në një darsë në një tjetër, mos bëj muzikë si dhe thotë si para 2 vite, 3 vite, dhe thotë, ato nuk e praktikojmë vetëm, dhe thotë ku shkojmë njëtën muzikë me bo, edhe me njëtën ritëm e esë. E sa vështirë mund qitë që shtojnë në skratës? A keni pas vështirë? Po, me pas vështirë, ndoshta nga njerë më bojnë që edhe kanalet i kemë shumë më të leta, se më dhe të punojnë medium, edhe ndoshta shoqëria me media, me kolegë, dhe të më bojnë më të letë pak deportime në televizion e në radio, kështë. Njerës që janë të interesuar si për darsme, si për dramje, ku mund të jenë kontakt me ju arësh? Po, përgjësi me të tratë mund në kontakt me. Çka do të presin shikuesit? Njerëzit që dojnë grupin
adhurues të muzikës orientale, ju them që kjo sezon do të jetë me 2 klipe të reja, dhe me 2 instrumentale të reja dhe zënë nga Tarabuka Band, që do të vinë këtë verë premier, që do të jenë një bashkëpunim që cika më herë, do të jenë një bashkëpunim që besoj do t'i pëlqen diçka ndryshe nga si që në mësuar të dëgjojnë. Diçka do të jetë kërë ndryshe nga oriental grupet, që që do të jenë një bashkëpunim interesant. Me kënd do të jetë, ai do të jetë sekret, vetëm se kur do të jetë prezent në televizionin, do të thotë po prapë për premiera do të bëhet as Zico TV. Ju falënderit shumë që keni gjetë kontinuin në emisionin tonë, emisionin Night Show Arvesh. Grupit juroj juve unë sa më shumë, mos më lodhë, në përdashme, në përmbromje. Për fund Arvesh. Faleminderit tani ju dhe stafit tuaj që realizojnë këtë emision, që po e bëni një punë shumë të mirë, dhe që po kanë mundësi shikuesit të orientohen të një televizion siç është Zico dhe të jenë me këtë program mjaft mirë. Unë t'ju dëshiroj shumë sukses edhe jetë gjatë këtij emisioni. Shikues të emisionit Night Show, pra, falenderojmë shumë grupin Tarabuka Band me DJ Star, pra. Falenderit shumë juve që po na përcjellni dhe po na shkruani në emisionin tonë Night Show në Zico TV. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?